Janë do kongë, preket kanë herë pak, shkon pak të kipesa politikës, këna ma ramushin, këna ma hashimin. Unë ato kongë si afë kënoj heq. Dënë me bo atë pjesën që mi kënu kongë të ramushit, pse jo, banë një odë, ftoj gjithë, vi pa problem, e kënoj ramushin dhe në mëngjes. Une e kënoj shumë e qef edhe kongë me Defa, edhe Allegro, dhe më thonë, në përdarës ma na këtë atmosferën, në përdarin të unë që i kemi, po kur djem pjesa sofrës, me nëzis presme, dhe më thonë se ka dhe shumica, disa bajnë edhe pas sofrë, dhe më thonë, e une, si të hynë darës, më thonë, momentin e parë që e pysë për në thamë, a keni me pas sofrë? Të thonë, a i ma shumë përgzojsh të zëna. Se qatë shumë me duhe në sofrën, me kënu folklor, pa. Qëfar kongë shlypin zakonisht në sofrë, kështu? Lypën kongë shumë kështu patriotike, të luftës, për shemëll, që kanë qefë, sidomos, tashti ki parasysh në këtë sezonin e darës ma verore, shumica janë mërgjimtar. E vërtet. Edhe e shijojnë shumë atë momente, dhe me thonë gjithë përmallë shumë për vendin e tyre. Ja punoj shumë me knartësi. Po më intereson cila është kërkesa më e veçantë që ta kanë bën sofrën e herë, që tu ka duk nështë pak e çuditshme në e farë kongë, ose se ke ditë në i kongë, ose çka kanë tonë në herë në i sen. Se do artista kanë herë për më thujnë se disha kongë, nuk dash me lëshu, me ngu muzike një herë. Jo, është shumë e vërtet, janë do kongë, tashti, janë do kongë, qëre, preket kanë herë pak, shkon pak të kipesa politikës, këna ma ramushin, këna ma hashimin. Cili po ta lipin ma shumë, a ramushin, a hashimin. Unë ato kongë si afë në heq. Jo. Pse? Se thjesht jemi me një darsëm, jemi me një aheng, dhe të knaqemi krejt. Edhe s'du me bo aty tani, se du më thonë, automatikisht tani danë grupe. Shtu që kënoj kongë për Kosovën, kongë për Shqipërinë, kongë për dhe më thonë kongë folklorike, ato e bëjnë edhe ato e bëjnë atmosferën. Më duket se artisti parë që pas ka kuptu punën në sofrën, që s'bënë me i kënu që atë politikantë. Jo, se momentin që të vjen i ftesë, për shembull, ma kënë kongën e Ramushit, që më thonë e kom pa shumë raste e kom pa dhe vetë, momentin që fillon me kënu t'jatë kongë, vjen tjeti e thotë kënë e kongën e Hashimit, a kupton? Edhe aty automatikisht mundet me ndodhë na herë, na e keq kuptim në vetën. Thjesht jemi me një darsëm, është një ditë e veçantë e qiftit, dhe dënë me bo atë pjesën që mi kënu kongë të Ramushit, pse jo, banë në një odë, ftoj gjithë, vi pa problem, e kënoj Ramushin dhe në mëngjes. Sa ba, dhe i qikë sa boj që dojnë anë. Darsëm, po. Nëse në herë kështë kushtu në i kongë në i heroi, kuj në e kështë kushtu? Kuku. Adem Jasharit. Sigur. Po. E këty në politikanave në i kujna jama se këtë gjepë? Une kongën e parë që e kom qitë, më thonë, mësë më shindash më politikë me se gjithë e kanë dhënë kontributin e vetë. Normal, gjithë të cili. Po, absolutisht. Po, kongën e parë që e kom qitë gëzër parësia, dhe më thonë, aty e kam pjesën e prekazit, dhe aja nuk diskutohet ka shku gjithë familja, dhe më thonë, u fliju për këtë vend, dhe s'kam fjallë për atë familje. Kështu që e kam parasysh të që është ndjesht, e pas parasysh e bëse që krejt du me mu një njejtë. E kom ndje edhe kër e kom këndu atë kongë, se e kemi bënë dhe bashkë të vërrezat e familjes Prekaz, me thonë aty të Adim Jasharit, në Prekaz, ka qenë një moment shumë, me thonë për mu shumë indishëm, me dalë para kullës të tyre për shembull edhe me këndu për ta, kom pas shumë emocione seriozisht.